Rritja e numrit të aksidenteve rrugore si pasojë e mungesës së mbi e nën kalimeve në të gjithë gjatësinë e rrugës Kalimash-Kukës-Morin ka bërë që institucionet përgjegjëse të mbyllin të gjitha hyrje-daljet e bëra nga banorët në zona të ndryshme. Por banorët e zonës thonë se nuk kanë se si të hyjnë apo dalin nga fshatrat e tyre, pasi mungojnë mbi kalimet, ndërsa shpjegojnë që edhe një që është ndërtuar është në një tokë të pashpronësuar. As në kalim s'kena, as në bikalim. Ne se me bon vakime vdek në një, do me marrë gjenozën në kra, o koll me shkum bardhac, me marrë fkes, e me pon gjenozën të vërrezet. Gëni mu hekrat, e na lagja ka po, shka të shkujna në atash? Zdina ka shkujna. Sa e projekt ja kanë kjo, dhe më bon diku këtu, më bon kim bi kalimi, me këtë më lidhë këtë udhë në asfaltit, ka po ashtë. Që tani deshta me ra për Kukës, ka me kalu, dhe me kalu, si me kanë le për në heka mbi heka. Bi kalimi s'kemi gjo, s'kemi. Tu është shkolla e mesme, e vetë një shkolla e mesme në komunën tërthore, që arsimtarët duhet kalojnë në këtë terren si shpërshifet për të lëvizur për qytetin e Kukësit. Ka bo ndarje tur, pa bo rrugë dalje, hyrje dalje në autostradë. Katër s'ke jonë, katër s'ka lejon. Ku shka që tonë? Shpeja ujmë nalë mu. Vete që e lej. Jeme në pro policikë më që tonë, me dalë këtaj komunës, reja thi, pa kërë plakina që katër vetë, dalë nësë dhe, hodha të nalët. Ankesat e banorëve i mbështesin edhe vendorët, të cilët thonë se ndonse kanë bërë kërkesa të herpasershme, deri tani nuk kanë ndërhyrë askush për ndërtimin e këtyre mbi e nën kalimeve. Ky nën kalim nuk është funksional për shkak të mos shpronësimit të banorëve dhe janë të rrethuara të gjitha me gardh, që nuk është shpronësuar rruga. Me mbylljen e trafik ndarësve, fshati Pobreg dhe fshati Gjegjan, të dy fshatat që lëvizin në këtë drejtim, janë të izoluar totalisht. Po i thirrje qeverisë, kryeministrit, drejtorit përgjithshëm të rrugëve që të bëjnë zgjidhjen e menjëhershme të këtyre banorëve të kësaj zone, në rast kundërt do përballen me bllokimin e rrugës të autostradës të rrugës Kombit. Në të gjithë gjatësinë e autostradës Kalimash-Kukës-Morin numërohen më shumë se 37 ndërhyrje të banorëve për hyrje-daljet në autostradë, përmes të cilave ata hyjnë apo dalin nga fshatrat në të cilët banojnë. Që nga koha e ndërtimit të autostradës janë ndërtuar vetëm 3 mbikalime në zonën e Bardhocit, Gostilit dhe Mamzit.